Alarm në burgje avokati, janë identifikuar 3 raste me SIDA. Avokati Sajmir Visha ka deklaruar në sistemet e paraburgimit dhe burgjeve janë identifikuar 3 raste me virusin HIV, AIDS apo SIDA, të cilët janë të 3 meshkuj. Sistemi burgjeve ka rënë edhe me rastet e fundit që është kambana alarmit SIDAS, janë identifikuar nga sistemi shëndetësor në paraburgim dhe në 3 burgje raste me SIDA të vërtetuara. Imagjino rrezikun tek toga e shoqërimit, tek familjarët. Të identifikuarit janë meshkuj, situata është e rëndë, i bëj thirrje dhe familjarëve të bëjnë kujdes. Nuk është më sëmundje e shekullit, por është e transmetueshme. Ne kemi hallin e sistemit të paraburgimit, ka thënë avokati Sajmir Visha.